Faleminderit edhe njerë gjithë juve që jeni bashkë të djele me emisionin Një Kafe me Labin. E tani këto momente është kënaqësi kur po realizohet emisionin Një Kafe me Labin pikërisht në teatrin e qytetit të Gjilanit. Unë kam kënaqësinë se tani këto momente kam afër vetes Albanin edhe Donin, dy prej sportistave ndoshta që janë dalluar në qytetin e Gjilanit. Mirë se erdhët Një Kafe me Labin. Mirë se gjithë. Edhe ju mirë se erdhët në Gjilan. A hani gjatë me gjishta ajo? Nga njerë po. Dërë? Pa tjetër. Pa tjetër që po. Me konë gjalli Gjilanit nësë më hongër gjatë me gjishta nuk bërë. Po ndalemi tek Gjilani. Unë e di që fillimi, gjithë qka keni fillu edhe së të kësaj dite jeni këto. Po ju bëj një propozim. Pësë po veni me lujtë për Prishtina? Që ma mirë të na publiku. Kështë që dëri me mejtë në Gjilan? Jo, e tha, po mirë, dëmonë që janë shumë arsye pëse jemi pjesë e këtë Gjilanit, ose tash që jetojmë në Gjilan, është familja, rrethje, ndoshta e na lidhë dhe nuk kemi arsye për të largu. Për të largu, s'ka arsye, në tonë është gjithë shka familja, rrethje edhe Gjilanit. Dënë? Po, Te ke lëviza? Unë e kum lëviz pak, po në vitin 2009, mos gabovsha, e kum pas një ofertë për Prishtinës, edhe që dashnia madhe ndaj klubi Gjilani, ndaj qytetit Gjilani, ndaj shokëve, e kum refuzu edhe kum vazhdu në Gjilan. Po e marim shembull, po delni me, po shkoni një vend tjetër, edhe po filloni dhe me thonë me lujt për një vend tjetër, edhe për ju bjen në kundërshtim me Gjilanin. A kish ndodhë momentin që e keni penalti Gjilanit, a kish ndodhë që me dështu penaltin? Shumë pyetje vështirë. Realisht unë se mendoj më largu për Gjilanit. Edhe se mendoj atë penaltijen hiq a do ta jap ajo. Jo, a? Arsyeja është që ndoshta edhe nuk, pse s'kam lëvizur, ka qenë që unë kam qenë edhe pjesë e tifozëve të Gjilanit. Domthonë është një që më ka lidhë edhe ndoshta edhe si futbollist. Dan? Unë tash për momentin një më largu prej Gjilanit, e jam aktualisht të lutë për KF Vllaznin e Pozhoranit. Qofse më kisha mundësia, me dëshirë kisha shënu, sepse unë i mbroj ngjyrat e KF Vllaznis për momentin. Për momentin. Por dashnia ndaj klubit nuk harrohet. Vallë, më gëzu nuk ishe gëzu. Më gëzu jo. Dashnia ndaj klubit qëndron ende sepse unë aty ku marr hapat e parë si futbollist. Unë e di që atmosferë ka të hatashme, sidomos kur luajnë dy skuadrat Rritja dhe Gjilani. Po, është privilegj me lujt këtë ndeshjet, kënaqësi patjetër, po është një përgjegjësi e madhe, ndoshta edhe pse jam edhe kapiteni i klubit, për shkak që ndoshta mund të ketë acarime, por sidomos vitet fundit është që me të vërtetë i ka dhënë hije shi. Është derbi që shumë flitet para derbit, jo vetëm 90 minuta gjatë ndeshjes, flitet ndoshta 2 javë 3 para derbit, ose 2 javë 3 pas ndeshjes edhe flitet shumë. Unë e di që tifozat janë tifoza, edhe tifozat e kanë atë konfliktin pak a shumë në mes veti. Po ju lojtarët, a keni konflikt në mes veti? Jo, lojtarët qëndrojmë shumë mirë, domthonë është çaja, domthonë patjetër që do të më dhon maksimumin, do të më luftu në atë sazat e lojës futbollit që kërkon. Tifozët janë diçka tjetër, unë them shumë herë nuk se ndoshta ka fjalë që ose fyri që na si pëlqejmë realisht, po ata janë tifoz. Ata nuk dëshira aty dhe nëse një ekip shembull këtë rast Gjilani fiton 2-0, dëshira tjetër 5-0 me fiton ose 7, ose domosdoshmë nuk jam të kënaqur për me atë rezultat. Po e mira kësaj që më thonë shumë herë është derbi që domosdoshmë nuk doan si shumë derbi të tjerë në shtete ndryshme, është rasti në Turqi, shkon informata domosdoshmë doan me lagje. Këtu nuk është me lagje, kjo është e mirë. Është vllau me Gjilanin, vllau tjetër me Dritën ose motra. Kjo është e mira kësaj a je kontin shpejtë me këqyr, qëfar konflikti po ma ki ka pasat? A mo konflikt po, shkon në ekstremitet. Konflikt që i momentit në ashta, si s'munët me shkon në ekstremitet. Më dhash zoti me konë për shemull baba e nona, se me të pa hongër bukë. E tjenë nona me Gjilanin për baba. Baba e tjenë këdo. Unë e di që në anën tjetër, Meti e kam edhe
të reja edhe trik që janë këtu në teatr edhe kanë ndonjë pyetje. Po? Po la, në mesën e publikut kështu, se cili prej tyre thot, unë një pyetje, po fillojna çto ofera. E kena një pyetje ti? Unë jam Endre Tarifi nga Gjilani, veç dashta me ditë që ajo rrejni lejtarët e dritës. Po ashtu o tifozët. A sa ke që s'ka më nësë dritës të bashkë me juve? Se di pse serdhe? Kështu që janë edhe ma debat ma interesant. Po, ma nëzeti shkojnë. Jo, në atë kuptimin shumë ma nëzet, po do të këshmi pas pak kundërshtime. Se përket ti që tha, ajo rrejni, po, ajo rrejni. Nuk qëndron ajo. Po më pas pse rivaliteti, pse dëshira ime është përfitua, mo ti të shka është në... Dan? Jo, nuk qëndron ajo dhe unë kam respekt shumë të madhë, sidomos për intelektualt, që pavarësisht asojna që une e du klubin futbollistik Gjilani edhe kom qenë i aktivizum klubin futbollistik Gjilani, kena një respekt shumë dyanshëm, të madhë mes veti. Edhe nuk qëndron ajo. E more përgjigjen se nuk qëndron ajo. Rivalitet po. Rivalitet po, Rivalitet po, ama uretje nuk ka. Ka po me ti? Kam një pyetje për dët, ku inspiroheni? Mos inspiroheni prej Gjerdan Shaqirit, ma që është edhe i Gjilanit. Mos inspiroheni për Shaqirit për shkak se ai është i Gjilanit. Realisht, për veti po flasë, unë jam shumë mosh maj... Po, shumë maj vjetër, kështu që Shaqiri është periudhën e fundit, na krenohem se cili prej tëme që kemi. Do është një tjetër modelet, do mon futbolistëve të huj këna morë. Po. Por realisht kjo është kushtin. Ta është të regomni, me Realin a me Barcelonën? Unë jam tifoz i Realit. Realit? Unë asë njëzë që jam, nëse vjen pytit cilat? Po, cilat për shamull? Realin a Barcelonën? Realin. A po qoni dytë me dalë për studiës zbigarë? Labe. Arsyja pse se du Barcelonën, se me thonë Barcelona s'di me lujtë futbol është absurde, po pse se du, është se ka mujtë dërë Manchesterin në finale. Që jo se du Barcelona. Okej. Ronaldo a Messi? Unë koni sondazh e këna bo neve, sondazh e këna bo në kapitinat e Superligës, edhe unë Messi. S'ka dilemë, bile asë diskutuar. Normal që Ronaldo. Ronaldo? I kanë... Veç pak, kush o për Ronaldo në këtë nësovë? Kush o për Mesin? E për Shaqirin, kush o? Okej, është interesant kjo, po pas kam pra pyetje, urna? Alban, dhe shta me të abo ty një pytje, ma si edhe profesora, ma mirë para nxoncave para tifozve. E fort kjo. Para dyve, po është specifike ose role ndryshojnë shumë. Në atë aspektin po flasë si para nxoncave ose para tifozve, diçka që tjetër, po është nërsi, sidomos edhe me nxonca është nërsi shumë. Po me se pelidhe me nxonca thash pe tregoj që ka shumë, ndoshta edhe nxoncat në atë aspektin kur një para ndeshës, ose diçka ka në nxonë që e donë dritën, po një arsye më vjen salë, ose në londën e djatës fizike më ndrejt dritës, një farë mënyre, një farë provokimi letë, Dhe me thonë, po ndollë ka edhe kjo marë. Shumë ndollë. Që nuk gëzujna na me bondarja aty, se aty jena qëtër pozicion kena. A përse që nxonë sa tim edhe me provoku, profesorit? A mund kuptimin e mirë, kjo për kuptimin. Po, ka pyetje tjetër, po? Kam një pyetje për dëtë. Po. Cili është momenti juaj më i veçantë në futboll? Momenti më i veçantë për ju në futboll? Me fillu të janë. Për mu është momenti më i veçantë edhe që i thom vetës që ajo është golli i karierës tem. Ka qenë viti 2009 në derbin Drita Gjilani. Edhe trajneri po më fut në pjesën e 2 në loj minutën e 65. Edhe në momenti kur po futëm loj, tifosët e Dritës po më shajnë. Po më thëndojnë shumë, tepër. Edhe thash që unë do t'ja kthej këto që është mas mirti. Edhe unë për fat arrita të realizoj, të shënoj gëllë edhe momentin kam shu ka ata i këmë thonë shuni se unë jam këto. Ai ka qenë momenti ma i mirë për mu, pavarësisht atyve që unë kam respekt malë për tifosët, ajo ka qenë aty për aty, sepse ku morë shumë ofendime edhe
E di me ato, kur janë nisin atë në fushë sidomos, Edhe nuk ka qenë ajo mi duhet. nuk ka qenë ajo mi ofendu në ata, po ka qenë e momente që E momentit e korë. E momentit që ka qenë. Alban? Une isha në vitin 2002 isha pjesë e juniorëve, edhe tash ishmi dy do teste, disa teste për të kaluar në pjesë e ekipës parë edhe e prishmi një fal liste se cilët futbollista do të kalojnë pjesë e ekipës parë edhe ndërëm momentet më të lumtura ka qenë ajo. Ndërsa më të hidhura ka qenë viti 2005, ku kam pas një lëndim shumë tron, kam pas frakturë thyrjes këmbës, fibull TB, kam qenë 7 muaj së paku jashtë futbollit. 7 muaj. Okej, Meti, esenca e misionit është që po udhëtoni për qytet është kjo. Publiku, për shkak se këta e kanë kërku një kafe me labin për me qenë në qytetin e juj, kështu që këtë më japi hapësinë më shumë atë madhe se sa unë kam folë që 12 vjetë po plas pa unë dalë kur një kafe me labin, kështu që të të polin qytetarët e juj. Okej. E kam një pyetje për dët. Për post futbollit, çka tjetër mund më kohë në arrëshme Kosovë? Për post futbollit, çka tjetër? Kishte me qenë e juaja e arritshme. Realisht të thanë në pyetjen që më vone më herët, do unë jam pjesë e arsimit, do jam magjistri edukatës fizike, jam ndoshta mos t'isha mirë me futboll, ndoshta kisha shku ka aktrimi. Ka aktrimi. Po. Okej. Se për një qast, ndoshta momente... A ndoshta edhe pëthemi në teatr po inspirohesh tash? Jo. Po, vetë fakti, do kom qef, do në shpinë ndoshta bëj aktrim. Për një 2 orë që tojna mos po kom vetë vetja, për arsye. Një orë 2. Na mujmë nëse ke dëshirën, na mujmë shumë ullë, unë doni më ullë atë edhe me talon një shfaqe... Del me imitu. Po, a? Po mirë del me imitu. Zguzoj me provu ashtë, për momenti zguzoj me provu. Nuk guzëm, pëse zguzëm? Jashtë kamera për shumë. Doni? Po unë aktualisht jam edhe student i vitit 4 i shkencave sportive, edhe ambicia jam është që ta përfundoj studimet, pastaj të mirem me treneri futbollit. Okej, bukur. Nuk do të largom nga futbolli asnjëherë. Jo, a? Asnjëherë. Këngëtara ishe puna here? Jo. Jo, a? Jo, se... Alban? Me di që isha bon, kësha fillu me... Alban, sot nuk I dijet, kështu që mundesh me provu që tash... Isha bon. Mundesh që tash me provu edhe... Ja, që tash, po ma kish da këqyr të kush... Tash të bon. Tash të bon. Alban, që tash drejt për drejt këtu, tu na këqyr të kush tani në zonin të hajde ndasëm javën tjetër me më knu. Si dijet. Nuk u zove provu. Okej, kena pyetje? Po. Për dytë lojtarët, nëse ju kish ardhur oferta për me lujt për kombëtarët Shqipënisë, atë kishit lujt për kombëtaren e Kosovës? A për kombëtaren e Shqipënisë, atë Kosovës? Nëse bëhet fjallë që në gjendjen që është futbolli tash, do që Federata Futbollit Kosovës nuk është e pranuar me drejtat plota, realisht, nuk kanë drejt me urin pjesë në gara evropiane, për Shqipëri. Edhe ndjenja është ma... A lasim kryua të ndjenja për të luajtur për Kosovën? Normal njëjtë për Shqipërinë, sepse di që ne ende si mi pranu, por jemi në vazhdim, jemi në pritje. Edhe besoj që së shpejti do të pranojmë edhe. Faleminderit, ka pyetje tjetër? Po do një replik. Hajde replik. Pason pyetja, ndin vetën që je shqiptar I Kosovës, a shqiptar I Shqipënisë? Masi që thonë Unë jam shqiptarë. Kjo doni e tregon, unë jam shqiptarë. Normal njëjtë. Shqiptarë. Meta, ka pyetje? Po. Një pyetje për këta dë futbolista dhe ishta mi vetë që ose e merë 3 fishin e rogës të drita. A këshi najtë në gjilan, a këshi dollë në dritë. Unë ka pas... Unë realisht shumë pyetje me venë dhe shumë përgjigjen që do t'a japë shumë do thonë që është e pavërtet, por nëse shinkon disa drite se di në gjendjen aktuale, unë kam pas shumë ofertë prej tyre. Thashtë edhe më herët shumë ndër vite, ndoshta edhe që ka
shumë kanë ndryshuar në çmim pagesë që realisht futbollisti nuk duhet më këshyr këtu, po thash edhe më herët se për lidhje që unë kam qenë pjesë e tifozëve të klubit, Skiftera. Dashuria ndaj klubit qetër shikim. Është viti 2012 që kur klubi s'ka pas asnjë financë. Nuk ka pas, unë kam qenë pjesë e atij që kam pas shumë oferta ndryshme edhe kam zhvilluar pa pagesë. Disa muaj edhe klubi që tash jena pjesë e Superligës, dritën është aja konjka që kënuat pisho për mas, unë jam vend tretë. Doni? Unë e kum pas oferta edhe prej dritës edhe paga ka qenë shumë e madhe, po tash edhe njerë dashnia ndaj klubit, ndaj shoqënisë, ndaj rrethit që aktualisht e kam përkrah Gjilanin edhe nuk e ku mujt me ndru. Okej. Hajde drita, a mojtet? Që të e të vrit. Jo që të për shumë për mazë, që të për mrapa. Tabele është fjolla, Labi, se dina ta, Labi, se të bom pak me shtjelu, është fjolla për tabel. Renditjen tabelore që kemi në Superligë. Po. Okej, ka pyetje tjetër? Nuk ka pyetje. Unë e di, po. Okej, mete. Këto kam pyetje po ngurojnë te mikrofoni, po a muna unë. Okej, ban. Çfarë pa të emrin tim, fal. Nora, po më pyetje thot, ëndra çdo lojtari është me luajtur nëpër skuadra, domethënë me emër, siç janë Barcelona, Real, Manchesteri. A mendon që ëndra e dy sportistave do të mbetet në Gjilan, masi çka që janë dashurum në Gjilan? Realisht për mu po, vetë mosha që është, se realisht një ofertë këtyve ekipeve askush se refuzon. Ama moshën që e kam do të përfundon këtu. Fatkeqësisht qatë shtetë që po jetojmë që të e mundësit e tona që mu janë. Se ato ofertë se refuzon askush, është absurde. Ja, të bënë e refuzove që me talë shumë i rije bra, në refuzova 4 vjetë. Sa i përket për Kosovë, kena refuzu oferta, dhe vetë si lejtarë kumë refuzu, për arsye se për Gjilan. Edhe pse s'ukon mira jo, që o desht me shfridzu ofertat, po në qëfëse i pët mundësia, po i vjasht, pa tjetër që do të kisha shku. Dan, ty më taknoj, ma ka dal. Do është me shtu diqka? Jo. Po, nuk ka? A ka? Kena menagjera në Kosovë. Sa kena menagjera në Kosovë? Futbolista, sa kena menagjera të mirë, për mi që jashtë vendit. Po, sa kena menagjera të mirë në Kosovë? Realisht, 2-3 vitet e fundit janë disa menagjera që i kanë bërë do lëvizjet lojtarëve shumë mirë. Tash është një mundësi, realisht një mundësi shumë e mirë për futbollistat e Kosovës. Se është vetëm në Shqipëri të arrit që me lujtë, po flasë një nivel Superligës, paga është 2-3 euro. Domethënë është përmes Shqipërisë shumë lojtarë kanë që janë shoqënie jonë ose pjesë e jonë që luajnë ekipe ndryshme. Domethënë Shqipëria është një urë shumë e mirë për Evropë. Okej. Unë veç pjoroj më të mirat e kësaj bote, që ta keni, vazhdoni t'jep një kontribut aty ku jeni, vazhdoni t'jep një kontribut në Gjilanin e juj, ti prap këthev. Prej atjet, prap këthev qofë Gjilan, qofë në dritë. Kismet në Gjilan. Kismet në Gjilan. Besoj që na këna mu taku edhe herave tjera, besoj që takohemi edhe na herë, pse jo t'vim edhe një kafe me labin fush kur janë drita edhe Gjilani. Jeni disa orë? Pa tjetër, do t'ishte knasë. Nëse keni me tonë diçka gjithë atyre trive cilët janë entuziazm, e dojmë futbolin, edhe që na shikojnë këtë djele në kuadrat e misionit. Isha pas një porosi për tri. Është një mundësi, domethënë që unë para 12 vite, 13 nuk e kam pas. Është që thamë marrë që janë shumë menaxhera, tash veç Kosova në pranim federatës, është të punojnë, veç duhet shumë disiplinë. Për në sport po flas, duhet shumë disiplinë. Shumë punë disiplinë. Dan? Njej. Kisha thonë të mirë me sport. Faleminderit shumë, unë edhe njëre për falenderoj, inshallah veç për të mira, takohemi ndonjëherë tjetër, e shikuesve të radio televizionit një së ne, u thomë qëndroni me ne.